Basta. Qyshe një pek me gjede. Mua më ke kalu me ko. Ka ardhur një mesazh në studio nga Andueli. Besprem intrigant gjumash. Nuk e gjej veten të asnjona nga ato, por e vlerësoj atë iniciativën për me shkruajt një. Kuluar se e tha për Big Mamen, pastaj e kthej këtu. Riku, të lutem. Duke qenë se unë kam 3 gjithë kanë 2. A mund të them unë thuaj ti, pastaj Elinara, pastaj vetë edhe unë dhe dalim gjithë nga një. Se më kanë dalë tepër kështu një, më kanë harruar ose... Po unë e ti herë. Dhe bëj unë pastaj ti. Mendon, hajde Big Mama. Hajde se pas ke shkruajt emrin tënd tu gabimisht. Mendon se i ditë gjitha, nxitës dhe lavdron veten. Mendon se i ditë gjitha, pa tjetër, jo mendoj, po duke parë që në çdo punë për shembull që është bërë këtu, për sa i përket punëve, gjithë ma keni thënë që po i di se ke më shumë eksperiencë, po. Edhe prandaj e kam menduar që po, mendoj që i ditë gjitha se ma keni thënë vetë juve. Nxitës, patjetër që nxitës gjithmonë aty kum leverdis. Është ndysh dhe jam nxitës. Jo në gjitha situatat, nuk përfitoj në një moment kur dikush është në një moment shumë të vështirë. E ke për hir të lojës, do thua. E kam për hir të lojës. Patjetër, fare absolutisht as personale. Madje jam shumë biles jam shumë i privilegjuar që jam në mezin e gjithë secilit, se gjithë secili ka atë reputacionin e vet. Dhe lavdron veten. Po, e lavdroj veten se duke qenë që fatkeqësisht jemi në një vend që gjithkush nga ne fatkeqësisht nuk e ka marrë atë që meriton. Pra, Anduel, një sekond. Bërti që Anduel. Ti e bëna problem. Anduel. Unë e bëra problem sepse u bë too much, ti fillove të i mund. Anduel, kështë të shokës është të thonë diçka. Po, ja. Anduel. Edhe ty, për ty e bona problem, kur e bona e kap çu kala. O Anduel, një sekond, do ta mbarojmë e pastaj shkojmë. Një sekond, o Ylli. Lavdron veten. Po them. Më hala, pse e lavdron veten? Duke ditur që në Shqipëri thash, ku jemi fatkeqësisht nuk marrim kur merita për atë që bëjmë dhe ka shumë këtu që vuan nga meritokracia. Okej? Dhe patjetër pëlqej ta lavdroj veten se kështu i vën duke atë që unë bëj. Dakor, të lumtur. Kështu që mendoj thash. Kush e bëri? Big Mama. Okej. Edhe pse dyshimet shko edhe për Erlandin. Kam një tjetër të Big Moms. I di të gjitha, ofendues, i drejt për drejt. Qështë? I di të gjitha? I di të gjitha. Ore, unë kam dyshim që mund t'jetë e këtë drejt që këtë. Po kjo s'është të shashe, i di të tëra. Që t'ju pra? Dhe më thonë që si din. Pas kemi të njëjtë. Dhe më thonë, së më dakor që i din gjitha. Atë që thash unë, të njëjtë gjetare. I gjitha ofendues dhe i drejt për drejt. Jo, unë të drejt isha. Kush? Se kanë 6-7 vjetë, se kanë i drejt për drejt. Drejt për drejt. Kada, ti tha una, ky tha unë. Kujdes. Zemra. Tha vetë Riku. Po atë tënden, po e ndigjova. Ky thot që është Big Mama. Ky thot për ty. Mendon që jetë. Kujdes se mund ketë njerëz se me atë që thoti mund të. Lezë edhe një Riku, faq se Riku, edhe njerë lezori. Po, i drejt për drejt, kjo ka defekt. Pa? Po. Ofendues ka defekt. Pa? Edhe i di gjitha. Pa? Edhe mendoj që i kishku të gjitha të trija. Okej, mendimi jote. është aludim. Aludimi. Okej. Ti mendon që është Big Mama. Profesor, Me të të manduaj edhe. Elinara? Si qosh. Atëherë. Qosh shumë bukur. Ulërice e pavëmendshme i merr gjërat sipas ky merr gjërat sipas kokës vet. Atëherë ky tekst shkruesi apo drejt. Dale prit pra të flasun. Frederiku. Ky tekst shkruesi drejt shkrimori që nuk më falni, po nuk kushdo që tjetë vjen keq, nuk di të shkruaj, se ka qëso të gjitura që me zi e kuptova. Duhet të bëj edhe njëherë të shkoj në shkollë, si thot Frederiku, po bëhem pak si Riku tani,
që të shkoj të lexoj, të bëj këto, të mësoj gërma. Pikat. Po pra, se 100 gabime kështë shkoj. Edhe Se e piksimit. Ullëritëse, të sjaroj pak tash. Se luftë Zëri im zeze? është hyn ke zë metalik. Jam këngëtare rocku dhe jam zgjedhur për këtë underground rock. Kurse me profesore të kantos, jam alto soprano dhe sigurisht që ulëras. Si, që jemi fat? Alto soprano. Ose mund t'jesh alto, ose mund t'jesh soprano. Jo, alto soprano. Mezzo soprano, janë... Never hear that. Nomination. Atëherë, Nomination. unë ulëras, Ashtë me thonë jam tenor bas. o zemra tani Akademia mua e Arteve teme. kështu më ka thënë profesoresha. Nuk e kena nesh. Ka mezzo soprano, ka alto soprano. Nuk e kam nesh. Ka mezzo, që një post ka dhe alto. Ke mezzo, alto, soprano, Po, unë jam kontra soprano. alto, që Mezzo ka soprano, notat e alto s'ka larta. lidhe me sopranon, ka dhe koloratur. Okej, ka dhe soprano, koloratur, ja ta sqaroj Riku. Atere. Kam një akademi artesh me emrin Po, tem. bravo, në Riku Amerikë. të falenderoj në këtë rast që më sqarove me Anduelin. Shumë faleminderit. Pra, jo thjesht po them që nuk ka alto soprano, për këtë të dëmë. Po ka në zë përdoren, kur bën në kor, i përdorin mezzoja, alto dhe... Jo, Elina. Alto soprano nuk e di se s'ka. Elina, Ja, alto dhe që soprano kam nuk ka. atë Ne kena marrë Po, ashtë jam, shkollë, Mirë, për zë- si pas publicitet. teje që që ke profesor, ta hedhë kohë, duhet të shkosh të pyetësh një profesoresh tjetër. Foto në internet, shive. Pranoj që ki gabim edhe... Jo, nuk e kam fare gabim, gjithsesi. Ullë ras, Jo, me i sekundë. ullë ras, kur Alto soprano Ja. nuk ekziston. E ke gabim. dakor, Termi jeni gabu. shok të dy për qafoni, Ja për zotin është dashuroni. termi gabu. Po Dashuroni. është fytë bolli shkruan më dio. Ekziston. Dakor. Alto soprano. Okej, Eli, kush e ka shkruar? Është tonaliteti që arrin pak më lart se mezzo e mban pak më në Mezzo Po me ke qef me thonë ti atë Dakor. shpjegimin, po nuk ekziston term. Po, ju aprovoj dhe ju... Terminologjin, Dhe ju teorisë. au plotoj të dyve. Tani, tjetra prit. Mira, ba me ditë emrin mësuesit si të ka thonë. E pa zë... Atë ja kërkova hallon, po E pa Që sigura Olbës. vëmendshme. E pa vëmendshme. Nuk jam e pavëmendshme, por në raste kur dua të kam 5 persona përballë që më flasin të 5 në të njëjtën kohë, sigurisht që do marr atë që më intereson mua mendimin dhe prandaj te përgjigje për atë mendim që mua më ka ardhur që më ka bërë më tepër përshtypje, iku kjo. I merr gjërat sipas kokës së vet, nuk qëndron fare. Gjitë sheqer. Jap shpjegimin sipas mënyrës time, po jo sipas i marr unë sipas kokës time. Sepse ju thash ka lidhje pak edhe me një gjë më përpara, që nuk mund të jem ju. Unë kam një mendim tjetër dhe të tjerët janë të tjerët që unë nuk mund të shkoj sipas logjikës së dikujt tjetër. Dhe aludoj tani për këtë, se nga shkrimi, nuk e di mos akuzoj kot tani, jam midis yllit edhe nenës. Po një më zëma. Se ylli mbase ka dashur të shkruaj pak më shumë shqipe dhe i ka bërë... Tani qa them, këtu dyshim. Këtu aludoj, po. Ylli ose nena, sepse për faktin që duham të shkruajnë më tepër shqip gjuhë letrare. Okej, zemra. Qa do? Ke bërë shkollën e muzikën në Durrës. Si? Ke bërë shkollën e mesit të muzikën. Lafazan, Zemra, unë kam intrigant, këngë. ofendues. Kurs për të kënduar. Ku? Me ka tekur ajo profesorisha. Lafazan, intrigant dhe ofendues. Sot më los Lafazan, po, e pranoj, jam. Një qiki, ke qef. Kam qef, është e vërtet. Intrigant u lodha duke thënë, që s'ka lidhje dhe pjesa e ofenduesit. Jepa, ofendues. Intrigant, ofendues të vazhdim. Robin, mbase kam qenë, po gjithmonë pa tjetër mundet të ke qenë, po kam qenë thjesht një pasqyrë. Asgjë më tepër, dhe aje që ka shkruar këtu, ka gjetur veten ose ajo. Por gjithsesi. Se janë dy letra të njëjta më vëlla.
është sikur kanë qenë 4, 5, 6, 7 persona. 7 persona, se 7 kanë dalë të njëjta, sikur kanë qenë. Unë i kam dhe me Erikun shumë. Po pra, prandaj, më del sikur kam 3 person për shembull këtu përballë. O, mu jam duke 10 herë një person. Mendoj që të A ti ka shkruaj kështu? Do thonë intrigant shumë, apo ti ka shkruaj? Po jo më se Ky do bëj llogaritje, po do dalin më duhet. Unë për çaj erdhi, për çaj tha gaj këtu edhe lexoj vetëm. Për çaj lot mendje gaj shumë kur ato do dalin. Lafazan intrigant ofendues. Lafazan intrigant ofendues. Akat. A është A kjo po e lexojmë gabim? Më fal. Kjo A është kjo. Ason. S apo A? Si logjik intrigant duhet të jetë që ka shkrim i bukur. Dali ta shoh, mos është si ai shkrimi i kot për kuriozitet. Ja tregova sa gjë. Jo, them. Ha Andre, shkaj pa Andre, mos ta vëna mama bu. Lafazan. Se kena prova. Po ja fus. Do flem pas da. Lafazan, se kam dhe një tjetër këtu. Andrea, mendoj, aludoj. Mund të jetë ndoshta Nena. Nena. S'jam këtu. Okej. Jo si këtu. Jo, nuk ka. Shka, du mi këthy unë pua ju? Ka të drejtë, ke të drejtë. Bëhet me nerva në çdo lojë, flet me ironi, mërzitet shpejt. Okej. Ky mund të jetë pra një nga 2 bigat. O Big Nanja. Si? Po i kanë shkruaj gjithë letrat tabut. Bëhet me nerva në çdo lojë. Flet me ironi, mërzitet shpejt. Okej. Bëhet me nerva në çdo lojë. Po, kam green shumë të fuqishme. Më pasioni është ajo gjëja, ndjesia e garës. Flet me ironi, po, e përdor ironin kur shikoj që duhet përdorur në raste kur mendoj unë që është e nevojshme, por mos me i ra drejt për drejt e mos me i lëndu njerëz të caktuar. Mërzitet shpejt, kjo s'është e vërtet, unë bëj sikur mërzitet. Pikrisht në rastet kur neve, e kupton, zihemi përballë me njëri tjetrin dhe dua të ul si thosha të tempin e Me njëri tjetër. me e gjës, çfarë mund të jetë në aty, pikrisht sepse e di që nesër do jemi prapë bashkë. Dhe është shumë normale. Faleminderit, kush e ka shkruajtur te? Më njifka. Provokues, i nxituar, agravues situatës. Mënoj që ka shkruajtur Nenja. Provokues po, është vërtet. I nxituar, se besoj. Së treta jo, agravues situatash, jo, por le të themi kam dëshirë që ai që e nis diçka ta çojë deri në fund. Si do të qoftë mendimi ose veprimi i tij. Po nuk besoj që të lidhe me agravimin. Thjesht tu që të shoh fundin. Ne. Intrigantë. Lofozone. Manipulator. Ylli. Intrigante jam, lafazane jam, manipulator, raste, për lojë. Mendimi Mund të jote. pas se na vërtet në plevit. Mendoj. Ja shka? Pa, yll. Shumë i vogël. Intrigante, nuk shkruhet intrigante. Lofozone. Manipulator. Manipulatore. Eshte. Kemi ti është, ta thonë. E luhatur, ndikohet ka të tjerët, është ndryshe dhe hiqet ndryshe. Ditë ndryshe. Unë mendoj.
Ku d'jun? Unë me nofta. Unë me nofta. Unë me nofta, mos është Big Mama, po ku d'jun të më? Me nofta. Ndikohet nga tjerët... Me nofin, po. Unë nuk ndikohem nga askush, luhatur nuk jam. Si? Unë nuk ndikohem nga askush, luhatur nuk jam. Po të flasë ty për kudo që ka shkujt, po. E luhatur nuk jam, është ndryshe dhe i që të ndryshe. Ester jam 100% vetvetja tu brënda në këtë loj. Big Mama. Loj, ku d'jun të shë. I pa formuar si duhet, intrigant, mendje lig. Mendje lig. I pa formuar si duhet, nuk besoj që du të me pas një formull për më formu. Unë menoj që jam ju formuar për moshën që e kam. Reagimi ka bë. Me kërja fut. Intrigant, nuk jam kon asë njëherë, nuk menoj që jam. Kur thu, nuk kam kene si herë, do thonë kam kene shumë herë. Asë mendje ligë që jam kon asë njëherë. Nuk kam kene asë një herë, në dy mohime dhe lëpojmë. Ti aludon për... Apo ja. Shumë të më keni. Unë s'kam bërë Lutem shijat letrën. Apo ti s'ke letruar. Jam... Edhe? Nena mikrofonin. A peta? Sa ki folë me njëne. Se di... Këto, mirë është. Unë për shembull e kuptova ti që ka shkruar. Vetëm nga një fjalë që vjen nga një zonë e caktuar. Edhe unë pak. Si ishte? Nuk e di, një nga tre. Lexoje? I pa formuar si duhet, intrigant dhe mendje ligë. Ling, jo ling. Ligë. Lig, pra lig. Se di, është Amerikana, Jo. po unë këtu kesh. Mos ta ka thënë kush në një lart. Nuk është andaj nga krau juaj. Po pra, se më nuk e Se thonë juve mendje lig Margelit. nuk... Jo, mendje lig se thonë. Ti ke një muaj gjysmë dhe çdo kush patjetër ta ka thënë llaf nga gjithë ato që ke lexuar. Jo, për shumë dhe unë kisha gjëra që s'mi ka thënë askush. Intrigant asnjëherë se kom pas. I pa formuar e unë e di kush ta ka. Mendje ligë Jo, asnjëherë. unë mendoj që... Ai që ka shkruajt mendje lig Do ta thuash, e ka në logjikën e vet që ta shkruaj i pa formuar. Mendim publiku. Po, i bashkon. E ka përdor. Jo. Sepse ndikohet. Po, që shkjo jo po 50 Jo, e më 50. e rondi prapë se prapë, në rrasë Se kam di, për është shkrimi i bukur, është Ka shkrimi vëta i shumë bukur, pagurin? Jo, mos tregoj gjë. Është shkrimi i bukur edhe mendoj që mundet me kohën. Do thoi libër romanit. Titull romanit. Big Mama, po jo, s'jam Okej, vlla. Se di, Big Mama po thon. Je aludon për Big Mama. Unë i pa formuar. Ku foli une? Jo, i pa formuar s'më ke thënë E po? asnjëherë. Po jo, se ka në fjalor Big Mama. Jo, për mendje lig në disa gjona. Ma ka thonë njëherë mendje lig. Unë të kom thonë mendje lig. Kur njëherë si kom thonë unë se për... Njëherë ma Mendje lig të kom thonë. Hajde bjerë ylli. Lig po, mendje lig. Mendje lig, Nena, lig është një... Jo, nuk është mendje lig është dialekt. Po the dialekt. Tash Intrigante, manipulatore, nevrike. sa shpejt u bën kështu ti. Sa shpejt Nena, Po ajo do mendohet. Gjithë intriga. E gjenëm të tre pikate? Andrea, shiko. Intrigante, se di që kam të tregu vetën dhe që tash më nëjë situatë intrigante. Pra ti aludon për mua? Kush? Apo jo? Tash më Më burë, fal. jam të e sharu këta. Manipulatore, muj me kom, po hala se kum shti në sistemat ligjën e manipulimit. Nevrike, me nirva, bëhët çdo njëri. Normal, se e pe Po gjatë. nashta e kam pak të prunën e herë. Aludon për? Aludoj për ty. Për mu. Pute. E se drejtë. Big Basta? Kemi një mesazh nga Erandi. Thot, i fshet, i ngadalë dhe dyshues. Okej. I fshet, po, Nuk e di. dyshues, po. Kurse i ngadalë, varet, do me thonë i ngadalë nga truta, i ngadalë nga... Jo. Po i ngaf, me pak fjallë. I ngaf.
Po mbasi e ka patur kështu ai, jo I gathë, po I nga dalë Bathroom. Ja vakë. kur të futet në gjak edhe s'të del. Pra, in bathroom. Kështu kama. Ishte me gjitha ta së janë reagimet. Në gjithë që kërë vepër ka shu Ester. Tregon për Soleta, por disa I ka banale. Se thua Ester. Sociali don për ty me zemër. Okej. Nga s'mon çdo femër. Femër. Jo meshk. Po meshkuj, edhe meshkuj ti nga s'mo. Fermer. Fermer, pra. Saksore pra. E vërtet. Po pra se ajo e di që ka shkruaj. Prandaj ta sara, pra. Sa femër, ta. I pëlqen vetëm këngë të veta. Këngë të veta. Vetëm këngë të veta. Të shi, si puna... Fyç këti. Mësë janë 400... Të tre këngë njerëzit dhe bojnë nomin. I pëlqen të veta. Me 400 është... Po gjithsesi nuk e kam shkruar unë. E di më përse se kështu ti. Po mirë, ai aludon, ai nuk... Mirë. Po du të me lutu ti kënde... Nara? Sa ka një që kanë të mënë. Po, të fundi duhet ta kesh, po. Sopër më hullë. Jo, e ke ti. E ke ti, Andrea. Jo, se Një unë kemi. Të lutem, shikoj mirë, a është ajo që lexove se ku e ke shallin? Interesogjie. Me të. Intereso? Se kur Interesogjie. voto. Do jetë ju. Vita lexoj çik këtu në fundit e kam. Elinara. Nuk ja prish. Edhe Gjithmonë pa më. Të qova. Ka letër e fundit. Nena. A do të lexosh një? Me të vogla. Maro dhe ti, marrën ky, marrën në fundit, them edhe po ta mbarosh e para, nuk do të thotë që duhet të çohesh. Po, Jo, është fal. për gjithë, është për Ta bëra gjithë. unë. Po jo me shpirt, po them për gjithë. Faleminderit krye fermer. Tu ja gajt të bëj aty që. Nuk ja prish dot qefin. Po. Sigurisht, pse të ma prishësh qefin? Sa fani, Po qa thotë se të gjë? Nuk ja prish dot qefin. Mërzitet shpejt, ku debaton, unë ret me të madhe. Çka duhet? Nuk ja prish dot qefin, është defekt tek. Një minutë ore të flas unë apo të flasësh ti, se na mërzite, Andrea. Shtatanike. Do flasësh ti në vendin tim mere. Jem opinion. Po do. Alto soprano. False. Alto soprano, vazhdo. A, gjeti një tjetër për të mos ulmuar tani vazhdojmë. Po do, se e nëzore dhe të... Nuk ja prish dot qefin. Se nëzore me dashin. Nuk ja prish dot qefin. Sigurisht që s'ma prish dot qefin, sepse jam aq e drejt për drejt, sa që s'ke si t'ma prishësh qefin. Nuk ka mask. Prandaj mërzitem. Shpejt. E dyta. Prandaj mërzitem shpejt. Sepse nuk kam mask. Jam shumë e drejt për drejt. Fresko dhe këte nga anat të tjera. Lartë e poshtë e anësh e majtas djathas. Po pse më si më ka për ty? Kur debaton, ullëret me të madhe. Kanë të treja lidhje me njëra tjetrën, kështu që e falenderoj zotërin Erandin. Qofsha gabuar. Është kak pasoj të treja. Po nuk e di. Qofsha gabuar ta dhe. Jo, unë dua të them atë që thash në fillim, që nëse e ka, që nuk ja prish dot qefin, e ka defekte vetë, që domethënë pranon çdo gabim dhe kur e ka mirë. Që s'ja prish dot qefin. Ule këtu zemra. Nuk është. Po e kam unë, ke Nuk e drejt. di. Atëherë. Është Erandi. I morën me prime. Sa shkurt pas keni shkujtur këtu Nuk poshtë e valla di. me Po ishte shumë fani ky. Ylli. Kjo. Mund të jetë dhe kjo. Ylli, po. Me të vogla. Marut. Me vogla në fund. Nuk e ke futur atë letrën time. Hëja se bën Erandi, nuk e di. Nuk jam unë Elinara, të siguroj. Okej. E nuk me zile dhe shumë. Kështu je shif kush të do kaq shumë. Bulli zues, Qa ka shkujt atë? Lafazan, Se ka shkujt lafazat? S'ka shans. Me më në fund. Me dhë. Me Lafazan, dhafazan. Lofazon, Lofazon. intrigant.
Atëherë. Që më ka shumë original. As një nga këto nuk e u dhe këtu të marrën punë. Se keni qenë kaq Tani shpjego. jo kreativ. Lavazane kam shpjeguar, intrigante kam shpjeguar, bullizues, nuk kam qatë shpjegoj të dashur fermer se këtu kanë nevojë çdo kushi të kuptoj se çfarë është bullizimi. Kështu që nuk më përket fare kjo gjë mua, por nuk jam tek ajo pjesë, se nuk mbaj mend askënd ta kem bullizuar këtu. Por siç e thash, analfabetizmi ka lëshuar rrënjë akazi këtu brenda në ferëm dhe është shumë e vështirë ti heqësh se akazi, rrënja akazit. Çfarë rrënja akazit? Tokën, edhe është një pemë pa kontra me rrënjë. Andrea, rrënja akazit ç'është? Kështu që gjithsesi, unë mendoj për shembull Lafazon, Ashtu shkemi vogël, dhe Big Bass, po patjetër. Shif edhe këtë. Jo, e kam dhënë Lafazon. Lafazon, të shkruaj mama po thotë Federico. E pas jemi po të njëjtë. Jo, është i njëjti person që i ka thonë. Po, janë lafet. 1.000.000%. Janë lafet që unë thash midis këtij dhe atij, po s'më ta mbaroj. E di shumë bukur që ka një formim shumë të gjerë. Jo, nuk... Më falë, po ta shpjegoj, kam blerë. Por duke ditur që kjo bullizues është përdorur shumë nga dy fermerë të cilët Kjo është një fjalë që bullizimi është një fjalë që e urrej, sepse nuk e... Pikërisht, ndaj po tash, kanë dyshimet e mia, por... Një kauzë për... Dhe bullizues mendoj që shumë shpesh këtu që i kanë ngellë në majtë të gjuhës është ylli dhe se kanë të njëjtën gjuhë të dy, jo kështu të mënyrën e foljes, është ylli dhe Big Basta. Nuk di ti ndaj sepse janë të dy një lloj, por s'po di. Jam me të dy, po mund të janë gjithë pak më shumë yllit. Faleminderit. Edhe pse kam, jam 50-50 ylli dhe ai se... A di ti gjithë realizor, gjithë tre? Jo, veç faleminderit është. Jo, po me di gjithë tre, veç ti ka gjithë i zhluti, e me thonë... Faleminderit për vëmendjen, Frederik. Po, ka gjithë filoni tre, i ke hongri. Faleminderit, Frederik. Kam një komunikim të dytë, sa të mbaroj. Të mbaroj, po. Nga Caman, do të jetë në qendër të vëmendjes dhe Lafazon. Lafazon një ti. Shke para. Lofazan. Lofazan. Je një fazan, ka dashur të thotë. Është i vogël shkrimi. I vogël, normal si gjithë shkrimet e tjera. Je një fazan. Edhe më gjaj qikë. Pa një. E divo, nga këtu e këtu, Frederiku s'besoj që dallon shkrimin. Jo, unë në po që s'lyk, jo e do. Nuk lejohet, në gjitha të, s'ka gjanë. E di që s'lejohet, por nuk, atë veprim që bëre ti, nuk... Të lutem lerni këto, pastaj diskutojmë. Ashu, vazhdojmë me Ngacamanin. Jam Ngacaman për knaqësi. Pa qeder. Ata që i kanë gjithë do futen? Pa qeder. Do të jetë në qendër të vëmendjes, kjo është absolutisht, do më thënë, në base s'kan televizor në shtëpi e mendojnë ashtu, i dukem si kur jam në televizor. Nuk është një gjë që e kam, nështë të regjë vetë, se jam më i bukri, më i miri këtu nga gjithë juve, edhe i dukem se duhet jem në qendër. Më kanë në qendër të vëmendjes, i dua shumë, do doja ta dija kush është kjo ose ky, inshallah tjetë kjo. Dhe Lafazan. Po, është njeri që nuk i mban më truri, sepse është i ngarkuar nga gjërat edhe nuk ka fuqi dhe nuk e kupton që këtu kemi ardhë me bo muhabet, nuk kemi ardhë me... Bravo. Me i ke provat. Jo, ka ludon. Për ka ludon. Nuk ka ludoj për asnjë dot. Ja, për një tu. Nuk besoj që ka... Po një kemi dhënë të gjithë, edhe unë që isha në më dyshe, Po normal, pse qaj ke rënë në kokti qëra? Jo, por a i agaj thot, ju duhet të jetë një aludime. Aludime janë të tëra. Po ama kush? Aludime prap, pikërisht. A i thot, gjithë se cili nga ju duhet jetë një gjithë janë... Qa thot në fund Zarfi?
Pek, se është këtë tjetëri. Thuj Esterit, mos... Që ja futi kod hapi tjetërin? Esteri? Jo, nuk jam. Po, pasi të lexoni, duhet hidhni aludimet tuaja, nga cili për me mundi e shkruar ato. Okej. S'ka, i thamë ne. Nuk është Esteri, Nenja. Qëta? Po që janë tu. Nuk pa shumë. Është një aludim, Lena, që të mund të shpajtur ti. Por edhe ndoshta s'është e vërtetë. Bravo, Eran. Faleminderit. Intrigant, ofendus, llafazan. Edhe se ti them që vazhdon të jetë analfabet, se on e ban si një së për së mbrakti. E njëjta gjë për zotin. On e ban si një së për së mbrakti. Afër për shembull llafazan, si tresë, më fal. Është intrigant. Nuk është as pak e vërtet, ne përkundrazi besoj jam ndër ata që po e luftojmë këtë gjë, këtë fenomen që shpjegoj të 7 letra o burtanet, edhe shkote të tjera ato o burtanet. Ka kohën e vet, o Big Bang. Okej. Ka kohën. Intrigant, po thoj edhe herë që jam ndër 2, 3, 4 që po e luftojmë këtë gjë. Po e luftojmë njerëzit që po tregohen intrigantën lojë. Ofendus, besoj, unë nuk jam, por në rast se personi në fjalë i meriton fjalë, pra. Atër i bjen që je. Do me thënë je, nuk jam për je, thua ti. Urdhro? E pra no, nuk... Ta mbaroj mendimin. Nëse e kanë ofenduar. Ato soprano nuk jam. Po, si e normal, se mund t'i jesh tenor ose diçka Ta tjetër. mbaroj, po. Ose bas bariton, për shembull. Ofendus. Kush je ti, tenor apo bas bariton? Unë jam tenor. Atëre? Po jo bas tenor. Po. Pra, ka ndryshim. Alto soprano me mezzo soprane. Tenori me... Alto soprano... pra ta një ando e lërë të mapet, po vazhdo me të tjetërën. Pra, ofendus nuk jam, përkundrazi, llafazan jo. Thjesht jam gacmus dhe provokus po i pranoj, por... Kush e ka thënë? Kush me nën? Kush me në që e ka thonë? Po, që di që të them? Yllë? E 4 të herë që aludon për mu. 2 herë yllë, kështë 2 herë. 4. Tu i nxejëm. Okej. Ska e se të oshovim të të hanë. Faleminderit shumë. Kismet. Kena prova të në ato. Nevrike, Kismet. imponuese, dyshuese. Nevrike, po. Imponuese. Dyshuese. Fare. Qa ka dashur të thot me dyshuese? Imponuese, as kujtë si kom imponu në gjë, as mund të m'imponon mu dikush për diçka, e kom mendimin tem, edhe nëse e kom gabim, ta i qëndroj. Kush me nën? Dyshuese, as njërë s'kom qenë dyshim. Se di kush e ka put. Me që s'kom thonë ty, po thonë. Ma thënë njërë pas dhe njërë tjetër, po në... Nevrike, imponuese, dyshuese. Kurdo që ka thënë qa ka dashur të thot me dyshuese, kurios. U jo me dyshim. Mos lëviz pa Elisa të bëj pak. Më të është edhe trashuse. Ta vazhdoj unë? Po, ka dhe Riku, pritet që s'ka më. Po, ama i ka ndonë diçka atia i qa po kërë. Tonë ka një. Po, vazhdoj. Ta vazhdoj unë? Vazhdo në akoma loja? Gjumashe, nxitohet dhe Nxehet shpejt. gjelle vetë lëllë, nxehet shpejt. Atëherë, gjumashe unë të paktën e kam pak zgjimin keq në mëngjes, siç e shpjegova, po të paktën nuk zë cepa në drek deri në mbasdite, shqyr zotit, po jam aktive. Që nxitohem, varet ndoshta dhe mund të jem nxituar për ndonjë situatë caktuar, po nuk e kam si vetë ti. Nxehet shpejt, po dhe mund të më ketë ndodhur, mendoj që këtë mund ta ketë thënë Elinara. Nese, po Ja, mandë maroj se s'ka urdhra. Fut aty. Brenda. Kishe kaluar Vazhdo, timen. Ylli. Dinak përgjues nxitës situatash. Dinak, nuk besoj, njëtën e përdeshme jam. Një farë mënyrë, po këtë jo. Përgjues, jo. Nxitës situata, jo. Nxitës situatash, nxitës situatash, najherë po. Kështu që e shohim vetën pikën e fundit. Edhe mendoj që mes Elinares edhe Nenës. Nena mendoj. Okej. A dhe të thonë për alto soprano,
Ke dhe njimi. Je tenor apo Jo, s'ka. bariton? Qa je? Bas bariton. Intrigante. Nuk e paroli. Vala. Nena, Intrigante. Pas tusen e dopë. dale, o Anduel, dale. Qa? Intrigante. Manipulon situata. Interesogjie. Përshën të gjithë interesat. Ata që më cekin mu intrigante, unë se diku i kam po intrigat e mija për 2 javë, kështu që është zero, s'ka të bëj me mu heq. Manipulim situatash, unë mu i mingjen gisht asa situata i kum pas, edhe besoj që jëm konë drejtën teme. Interesogjie, s'ka të bëj me mu heq. Që me ndonë që është? Ylli. Më falim nderit. Na brazer. Na lo, këtë në rovë brazer. Okej. Big Basta? Ma kështu për prova, s'ken energji. Një mesazh nga Elinara. I tërhequr Pritni se kjo punë asnjanës, sosos, henës dhe qelit kjo, henës dhe I qelit. tërhequr asnjanës. asnjanës gjak ftoht. Nuk o sosos. Defekt gjak ftohtë. Shta është e grave. Defekt është gjak ftohtë. Nuk timi dy. Imagjina. Mandalinim. Ma ku e thu që pëse ke shkuket nivel qëtu? O, pëse? Okej. Prit që. Po pse mendon që është Elinara? Po, a shumë mendoj, ludoj. Jo, Ah, shumë mendoj. ludon. Është ludim. Është pasaport Atëherë. Levic. Mendje mall, Do them kushta është. Sa lek janë? ofendus, interesgji. Andrea, Interesgji. desa Ajo interesagjia. shkoj të bëj një tush. Ja, Se s'jam interes- në Sa të shpërndaj këto? Nuk ka shku, Apo, ati mon Big Mama që të mija. mendje mall se në ka po një muaj gjysë këtu mbranda, më Jo, në se gjithë. do të... A është dina si gjë nga... Po, Po e lexove herë këtë tema. Janë të njëjtë. Dy. Kam përshtypjen që e lexove herë, pra nena ka na është ngatrua ajo. Ja, për nuk e lezoja, vetëm për ashtë e parë. Vetëm parë. Mendje mall, nuk është mirë me kënë mendje mall, por me pas vlerësime nga tanë bota, e tanë shqiptaria, edhe nga tanë qarët, jo se duhet me kënë mendje mall, po